Çmimet e barnave në vendin ton po njohin një rritje të pajustifikueshme, duke rënduar çdo herë më shumë xhepat e qytetarëve. Shpesh këto çmime nuk janë në proporcion të drejtë me vendet e rajonit, pasi në raste të caktuara rezulton se në Shqipëri ilaçet kushtojnë 2.5 herë më shtrenjtë se në vendet fqinje. Për të denoncuar një rast të ngjashëm, një qytetar është drejtuar redaksisë son ku bën krahasimin e ilaçit Sinusol, që në Shqipëri ai ka bler 1080 lekë, ndërsa në Serbi i njëjti medikament kushton 400 lekë. Ai shkruan: "Përshëndetje, doja të bëj një denoncim nëse është e mundur në lidhje me çmimet e ilaçeve në farmacitë në Tiranë. Sapo bleva këtë produktin sot, i cili kushton 1080 lekë, por çmimi i saj aktual në Serbi me lekë shqiptare ishte diku te 400 lekë. Kjo është çmenduri, një diferencë totalisht e lartë dhe e tmerrshme." Ilaçi Sinusol është një produkt që përdoret për trajtimin e problemeve të rrugëve të frymëmarrjes, dhe ajo që vjet re nga ky denoncim është çmimi tejet i kripur që shqiptarët janë të detyruar të paguajnë për të, plot 680 lekë më shumë se në Serbi. Por pse shqiptarët paguajnë kaq shumë? Aktualisht çmimet e barnave në Shqipëri vendosen nga vetë tregtuesit, që do thotë se importuesit dhe farmacit kanë liri të plot për të vendosur çmime, që shpesh janë dhe abuzive. Gjendur përballë kësaj situate, ata që e pësojnë në fund janë qytetarët, të cilët paguajnë më shumë se pacientët e vendeve fqinje. Për të pasur një çmim të drejtë dhe jo abuzues me konsumatorin, institucione si Ministria e Shëndetësisë dhe Agjencia Kombëtare e Barnave duhet të marrin masa që konsistojnë në rregullimin e tregut farmaceutik, ku fokusi të jetë mbrojtja e shëndetit publik dhe jo interesi financiar. Kjo situatë është thelbësisht e padrejtë për qytetarët, të cilët detyrohen të paguajnë barna disa fish më shtrenjtë se fqinjët. Prandaj reagimi menjëhershëm i institucioneve përkatëse për caktimin e çmimit tavan dhe dysheme për barnat, duket diçka e domosdoshme. Ky denoncim nuk duhet të kalojë në heshtje dhe të jetë vetëm një lajm i radhës, por kërkon reagim institucional për të ndaluar abuzimet.